Skënder Hira, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, është një lajm i mirë. Jo për mua. Është një lajm i mirë për Policinë e Shtetit në radhë parë, por edhe për shtetin tërësi. Skënder Hira i përket Policisë së Shtetit. Ka një jetë në të, dhe pjesë më të mirë të jetës tij në të. Jetë ndërtuar mbi mundin, sakrificën, guximin, kurajon për të goditur grupet kriminale e për të mos u pajtuar kurrë me ta. Skënder Hira nuk e tradhton Policinë e Shtetit. E ka shtëpinë e tij. Aty ku edhe ai ka vendosur një tull në murin e profesionistëve të drejtë e të ndershëm që i kanë shërbyer këtij vendi. Ndaj edhe vala e sulmit ndaj tij u ndërpre për disa orë, sepse për të nuk kanë që thonë. Kjo historia i përket këtij, i përket atij, që këndohet për gjithkënd në këtë vend sapo emërohet në detyrë natyrisht duhet marrë fund me institucionet të sigurisë publike, po edhe të sigurisë kombëtare. Është shumë e rëndësishme që Skënder Hira në krye të Policisë së Shtetit të ketë qetësinë e domosdoshme për krajen dhe mbështetjen për të forcuar organizatën e Policisë së Shtetit, për të shërbyer qytetarëve cepem cep të këtij vendi e mbi të gjitha për të rritur në maksimum parametrat e sigurisë për cilin don këtë vend, jetën, po edhe pronën. Unë kam shumë besim që ai djalë do ta bëj këtë punë dhe do ta ketë punën e jetës së tij. Mbështeteni, ndihmojeni, lëreni të bëj policin. Në krahun tjetër, Adriatik Kupi, drejtori i përgjithshëm i burgjeve, është një tjetër lajm i mirë. Realisht, sapo e dëgjova, më bëj qefi, sepse edhe ai është një shërbyes publik, oficer në origjinën e tij, që do ta bëj këtë punë, po prap me nder, me dinjitet e me ndershmëri, në respekt të ligjit dhe në respekt lirive dhe drejtave, edhe të atyre që sot janë paraburgosur apo edhe të burgosur. Edhe tek Adriatik Kupi, unë kam besim se do t'japi më të mirën e tij për ta përmbushur këtë detyrë në shërbim të atyre parimeve për cilat fola më sipër. Bravo për këto dy nominime.